Drurit të traditës së këtij qyteti janë grumbulluar në një kënd të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe presin të restaurohen, pasi tregojnë historikun e jetës së banorëve. Venera Rada, trajnere e punëve artizanale, ka marrë përsipër restaurimin e disa artefakteve prej druri që datojnë që në shekullin e 19. Jemi të renovu një eksponant këtu në lidhjen e Prizrenit, është një dollap muri i shekullit 19 dhe po munohem me rujt ato që kam bëhet për kësaj. Është vy në punë e vazhdueshme, mirëmbajtje e vazhdueshme. Interesim për këtë trashëgimi kulturore ka shprehur edhe studentja e antropologjisë Adelina Berisha. Mua më ndihmon sidomos te pjesa e restaurimit të artefakteve të drurit. Po ashtu studimet bachelor në antropologji të ndihmojnë edhe në pjesë të tjera të konservimit dhe restaurimit si te pjesa e veshjeve të tjera. Artefakti është mjaft i vjetër dhe shihet edhe prej dekoreve që i përmban ky artefakt. Motivet e këtyre objekteve të gdhendura në dru në atë kohë ngjallin kurreshtjen e restaurimit edhe tek brezat e rinj, thot etnologja Delvina Bytyqi. Gjithmonë është një interesim shumë i madh prej të rinjëve sidomos dhe familjarëve të ndryshëm, të cilët vinë dhe interesohen edhe për punimin dhe për teknikat e punës. Qendra rajonale e trashëgimisë kulturore vazhdimisht merret me restaurimin dhe konservimin e eksponateve që u përkasin kohërave të ndryshme.